Një zjarr i rënë natën e së martës në fshatin Barbulloj të Lezhës ka shkaktuar dëme të shumta në një fermë bagtish. Fermieri Gjin Toma, një ditë pas zjarrit, tregon për mediat pasojat e tij, 311 bagti të imta dhe 11 xhedhe kanë ngordhur. Më ka rënë zjarri këtu në stall, nga shkëndia e korrentit. Unë dyshoj vetëm nga korrenti që ka qenë amortizimi i dobët. Edhe më janë djeg 270 dele, vetëm një ka pështu e 40 qingja. Edhe më kanë cof edhe 2 lop e 7 viqa. Edhe stalla është 230 metra katrore, 130 metra katrore. Jam me nipte me gjitha me nip të rregullt, me numër, me gjitha të matrikulluar, me gjitha. Po na animoj shteti do i bëjmë përsëri. Po s'ta animoj, do të fillojmë të heqim edhe këto si kemi, sipas asaj, sipas mundësive që t'na jepen. Për shuarjen e flakëve u kërkuan ndihmë mjetet zjarrfikse dhe efektiv nga bashkitë Kurbin, Mirdit dhe Vaudejës, të cilët u dërguan me shpejtësi. Shkak i zjarrit dyshohet të jetë bërë një shkëndijë elektrike, ndërsa dëmi arrin në 90.000 euro dhe fermieri Toma apelon për ndihmë.